Të dashur mes, tani takohemi bashkë me Fationën, e cila është në një lidhje direkte. Mirëmëngjesi Fation, çka kemi të reja nga kjo lidhje? Mirëmëngjesi Agnesa për ty dhe për të gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Aktualisht jemi në qendrën klinike universitare të Kosovës, këtu në klinikën e kirurgjisë vaskulare, ku dia njoftuam që për herë të parë është realizuar me sukses edhe një operacion i quajtur Eagle. Bashkë me mua është këtu edhe drejtori i klinikës së kirurgjisë vaskulare, Hajrez Rudari, i cili do të na tregojë më shumë detaje në lidhje me këtë operacion. Zotri Rudari, fillimisht faleminderit shumë që na pranuat. Faleminderit edhe nga ju, faleminderit që keni gjetë kohë edhe keni ardhur. A mund të na tregoni më shumë në lidhje me operacionin që realisht dia njoftuam që u realizua me sukses? Po, kemi realizuar me sukses sindroma Eagle ose sindroma e Shqiponjes, pak disa fjalë të them, nuk ka lidhje me mirëpo është mbiemri i mjekut i cili për herë të parë ka zbulu këtë mjek amerikan, ORL. Do me thonë, sindroma Eagle është një sindrom e cila kemi një zgjatim të ashtit prej pjesës temporale, pjesa temporale këtu ku është, do me thonë, është një zgjatim binormale, normalisht ashtit e njerëzit është 2 cm e gjys, kurse të pacientin në fjalë, kemi pas zgjatimin 5.5 cm, do me thonë mbi 5 cm. Edhe ka shkaktu simptoma si pasoj e kjo sindrom shfaqet si pasoj e irritimit apo kompresionit në komponentat nervore dhe vaskulare që gjenden në këtë region. A na tregon pse u realizua pikërisht tani dhe pse nuk është realizuar më herët? Më herët pacientat nuk kanë ditë që kjo smundje trajtohet në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe nuk kanë qenë të informuar, nuk e kanë ditë që bëhet kjo lami, edhe është një smundje shumë e rrallë, nuk është smundje shumë e shpejtë, në popullsinë mbar botërore është 0.16%, 4% shfaqet me simptoma të cilat do t'i sqarojmë edhe më vonë cilat janë simptomat që shfaqen te kjo smundje. A na tregon pak më shumë në lidhje me pacientin, mosha e tij nëse nuk gaboj ka qenë 6. Ka qenë i lindur në 1964, ka qenë pacienti ka pas kjo smundje shfaqet në formën klasike që përfshihen vetëm komponenta kompresioni ose komponenta nervore dhe forma vaskulare. Te ky pacient kemi pas të dyja të përfshim edhe më shumë kemi pas komponentën tuajse vaskulare. Pacienti ka pas dhimbje ka pas në mbrapa veshit, ka pas dhimbje në nofullën e poshtme, ka pas dhimbje në fët, ka pas dhimbje gjatë gëlltitjes, ka pas dhimbje gjatë përtypjes, ka pas dhimbje në lëvizjet kokës anësore dhe her pas here ka pas probleme marramendje, ka pas probleme në shikim, edhe ndodh që një herë për shkak gjatë që ka pas edhe një humbje përkohshme apo sinkom që them natë vedijes. Përveç këtyre simptomave që i përmendet, cilat janë disa prej simptomave të tjera edhe mbase si mund të trajtohen ato? Zakonisht këto simptoma shkojnë i përmenda thujse gjitha këto përfshihen edhe ushtrima në vesh, edhe kokëdhimbja, ju bashkan gjitha aty në simptoma që përmenda, edhe pacienti e kemi para një muaj dite, e kemi diagnostifiku, kemi tentuar në mënyrë konservative, bashkëpunim me fiziatrin edhe me terapi konservative, mirë por nuk ka pas sukses. Prapë se prapë kanë përzistu simptomat, pacientit ju kanë kishtu gjendja dhimbjet permanente në formë therjes, digjes, marramendjes shpeshta, kokëdhimbjet forta, ndjesi sikur kanë tonsila ose në fët një ushqim që i ka mbet, edhe veç ka ardhur duke u keqsu edhe jemi detyruar të bëjmë intervenimin i cili ka qenë shumë falënderues për pacientin. Si ka shkuar i gjithë operacioni? Operacioni ka shkuar mjaft mirë, duke marrë parasysh se ka qenë përfshim komponenta vaskulare dhe klinika jonë ka përvojë shumë të madhe në këtë region, do të thonë kemi përvojë shumë të madhe në diseksion ose në atë region ku me anë gjakut rutinore bëjmë nga një mos them 2 deri në 3 nga një herë brenda javës artere karotide që kanë qenë të përfshira ose afër kësaj patologjie. Edhe ana tjetër ka qenë përveç asaj që nëse ndodh ndonjë komplikim në bazë të ekspertizës që kemi, jemi më njëherë mund ta zgjedhim atë komplikim, lëndimi arterës ose diçka tjetër, aty për atë mund ta zgjedhim problemin.
Kjo ka qenë një përvojë dhe e kena bazë saj e kena kry me sukses e s'ka pas kur farë problemi. Në ndërkohë na tregon se ekziston ndonjë rrezik për shkak të kësaj ndërhyrje, do të thotë gjatë operacionit. Si çdo operacion ka rreziqet e veta, ka mund të lëndohet nervi facial dhe ka pas pasoja me shtrembim pjesës fytyrës ose nervi glossofaringal, nervi gëlltitjes, ka mund të lëndohen edhe arteriet e qafës, mirë po dhe thash fatmirësisht duke mbas në përvoje që kemi, duke njoftur këtë region dhe punojmë këtë region, gjithë shka ka shku ashtu si se kemi planifiku dhe kena realizu. Sa mendoni që në Kosovë tashmë tutje pas realizimit të këtij operacioni do të vinë dhe do të kontrollohen mbase në lidhje me këtë? Unë besoj dhe shpresoj, sepse ky operacion nuk është që ne të mburremi që kem mirë, po përvoja jonë është e mirë, po kjo është më shumë me sensibilizu popullatën që ata të cilët kanë nevojë mos të harxojnë për klinika ose private ose jashtë vendit ose kudo që shkojnë, por të vinë në qendrën klinikë universitare dhe i kanë gjitha kushtet dhe i operojmë këta pacienta pa problem. Kjo është më shumë sensibilizuese dhe ju falenderojmë shumë për juve që në bazë të juve dhe në bazë medjave jeni korrekt të informoni opinionin edhe popullatën që mos të harxojnë dhe mos shkojnë jashtë QKU, sepse mbi 80% po foli për klinikën time për jashtëm endovaskulare, të gjitha operacionet kryen këtu pa asnjë problem. Zëri Rudari, faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi, faleminderit edhe nga ju. Agnesi ishim pra me zotrin Rudari, drejtorin e klinikës së kirurgjisë vaskulare, i cili na dha më shumë detaje në lidhje me operacionin që dje u njoftuam se përfundoi me sukses. Kaq kishim sa i përket kësaj lidhje direkte, unë po e kaloj linjën të ju në studio. Faleminderit shumë Fationa, po ashtu edhe drejtorit, ndërsa ne tani do ta përmbyllim edhe me këtë intervistë emisionin e mëngjesit, ndërsa ju do takoheni pas pak pas recetës së lindjes dhe edicionit të lajmeve të orës 9, do takoheni me Ardiana në tema të tjera, në telefonata, në mesazhe e tutje tema të cilat do t'i diskutoj ajo. Faleminderit shumë Telkos edhe me ideat të cilët e bëjnë të mundur realizimin e emisionit sot. Ne do takohemi nesër nga ora 7 deri atëherë, mirëmbëjtje.